Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe mirë se erdhët në emisionin Audienca e Përgjithshme e Papës, ku bashkë reflektojmë mbi fjalët dhe thirrjet e Atit të Shenjtë drejtuar kishës dhe botës. Në audiencën e së mërkurës me 4 qershor mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, Papa Leoni XIV ngre zerin kundër një ekonomie që shtyp njeriun dhe e mohon dinjitetin e tij. Ai na kujton se Ungjilli kërkon drejtësisë dhe drejtësi dhe dashuri që secili të ketë të nevojshmën për të jetuar me dinjitet. Papa u drejtohet veçanërisht të rinjve duke i ftuar të mos vonojnë përgjigjen e tyre ndaj thirrjes së Zotit. Thot, mos prisni, sepse Zoti thërret sot. Në përshëndetjen drejtuar antarëve të Fondacionit Kombëtar Italo-Amerikan, i angazhuar në fusha arsimore dhe bamirëse, Ati Shenjtë shprehu shpresën që çdo familje të ruajë trashëgiminë e pasur shpirtërore dhe kulturore të brezave të kaluar. Ndërkohë që hymë në muajin qershor, tradicionalisht i kushtuar zemrës së shenjtë të Jezusit, Papa na fton të lutemi me zemër të përvuajt, të gjejmë ngushëllim në marrëdhënien personale me Jezusin dhe të mësojmë prej zemrës së tij dhe mshurinë për botën. E në këtë muaj, Papa Leoni XIV prezanton për herë të parë edhe zërin e tij në videon e Papës, duke ndarë njetin e lutjes, që të gjithë besimtarët të afrohen në zemrën e Krishtit dhe të ndriqohen nga dashuria e tij. E për më shumë të dashur dëgjues, vazhdoni që ndroni me ne. Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza. A volte infatti abbiamo l'impressione di non riuscire a trovare un senso per la nostra vita. Ci sentiamo inutili. Papa sot në treg shiten me çmim të ulët dinjiteti dhe dashuria. Në audiencën e sotme të përgjithshme të mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, Papa denoncon ekonominë që shtyp njeriun. Ungjilli kërkon që secili të ketë të nevojshme për të jetuar. Të rinjve mos prisni, ti përgjigjeni Zotit. Një treg, punëtor, një vresht, zotria. Në shëmbëtyrën që Papa Leoni i XIV u shpjegon besimtarve në audiencën e përgjithshme në sheshin e Shën Pjetrit, çdo gjë ka një kuptim të saktë. Vazhdon kështu cikli jubilar Jezu Krishti shpresa jon, i cili në lidhje me jetën e mësuesit po propozon katekizma mbi shëmbëtyrat e Jezusit treguar gjatë predikimit të tij. Dhe sot pas ditën e 4 qershor, Papa Leoni XIV ndalet te punëtorët në vresht. Pas një xhiroje të gjerë në sheshin e Vatikanit mes 35.000 besimtarve, të cilët i kërkojnë bekime dhe i ofrojnë dhurata. Papa në xhipin e tij të bardhë nuk i shmanget kërkesave të pazakonta të shtektarëve dhe kështu vendos duart e tij mbi kokën e disa fëmijëve. Firmos një top bejsbolli dhe për pak çaste vë një kapelë identike me të tjerë, duke ia kthyer më pas atij që ia kishte dhënë. Che ha un comportamento insolito, che stupisce e interroga. È il padrone di una vigna, il quale esce di persona per andare a cercare i suoi operai.
Në sheshin e Shën Pjetrit para Bazilikës së Vatikanit, Leoni XIV, duke filluar katekizmin e audiencës së përgjithshme, thekson se shëmbëltyra ungjillore e punëtorëve në vresht është tregim që ushqen shpresën tonë. Para se të analizoj situatat dhe kuptimet që fshihen aty, shpresë nga që nëse është e vërtet që ndonjëherë nuk arrim të gjejmë kuptimin për jetën tonë dhe ndihemi të padobishëm, të papërshtatshëm, pikërisht si punëtorët në sheshin e tregut, duke pritur që dikush t'i marrë në punë. Nëse koha kalon, jeta rrjedh dhe nuk ndihemi të njohur apo të vlerësuar, ose ndoshta nuk kemi arritur në kohë, e të tjerët janë paraqitur para nesh, ose shqetësimet na kanë mbajtur diku tjetër, për të hapur horizonte të reja, është zotëria i vreshtit, i cili del disa herë për të kërkuar ata që mund të punojnë në tokën e tij, në mëngjes, në mesditë dhe madje edhe në pasdite vonë. Tregu është vendi i biznesit ku fatkeqësisht blihet dhe shitet edhe dashuria e dinjiteti, duke u përpjekur të fitohet diçka. Dhe kur nuk ndish i vlerësuar, i njohur rrezikon madje të shitësh te vlerësi i parë. Zoti na kujton përkundrazi se jeta jon ka vlerë dhe dëshira e tij është të na ndihmojë ta zbulojmë këtë. Prandaj nuk duhet të shkurajohemi këmbgul papa i cili na nxit edhe në çaste të errta të jetës, kur koha kalon, pa na dhënë përgjigje që t'i kërkojmë Zotit të na gjejë atje ku po e presim. C'è sempre la possibilità di trovare un senso, perché Dio ama la nostra vita. Ed ecco che l'originalità di questo padrone si vede anche alla fine della giornata, al momento della paga. Con i primi operai, quelli che vanno nella vigna Një ftesë për të rinjët. Në shëmbëltyr, pra, zotëria i vreshtit është Zoti, i cili del disa herë për të kërkuar ata që presin t'i japin kuptim jetës së tyre. Papa ju drejtua drejt për drejt të rinjve të sotëm. Do të doja t'u thosha veçanërisht të rinjve të mos presin, por t'i përgjigjen me entuziazëm Zotit që na thërret të punojmë në vreshtin e tij. Mos e shtyni çastin, punën, por përvishni mëngët, sepse Zoti është bujar dhe nuk do të zhgënjeheni. Duke punuar në vreshtin e tij, ju do të gjeni një përgjigje për ato pyetje të thella që keni brenda jush. Çfarë kuptimi ka jeta ime? Gjithmonë ja vlen mundimi. Kërkimi vazhdueshëm i punëtorëve nga ana e zotërisë së vreshtit, edhe kur nuk do të kishte më arsye për të dalë, na thot diçka tjetër, pra se ky zotëri i palodhur dëshiron me çdo kusht jap vlerë jetës së secilit prej nesh, thekson Papa Leoni. Dhe nëse duket se nuk ka kuptim, të marrësh punëtor vetëm për orën e fundit të ditës, të shkosh të punosh vetëm për një orë, gjithçka duhet parë ndryshe. Edhe kur na duket se mund të bëjmë pak në jetë, gjithmonë i ja vlen. Gjithmonë ka mundësi të gjesh një kuptim, sepse Zoti e do jetën. Gli apre il cuore, dona tutto se stesso. Alla luce di questa parabola, il cristiano di oggi potrebbe essere preso dalla tentazione di pensare: perché cominciare a lavorare subito? Se la remunerazione è la stessa, perché lavorare di più? Zoti e njeh dinjitetin e çdo njeriu, por ka një tjetër mësim të madh të fshehur në shëmbëltyr që duhet parë kur zotëria paguan punëtorët. 1 denar punëtorëve të parë, siç ishte rënd dakord, zotëria paguan punëtorët dhe të njëjtën gjë të tjerëve. Për Zotin është e drejtë që çdo njeri të ketë atë që është e nevojshme për të jetuar. Ai i ka thirrur punëtorët personalisht, njeh dinjitetin e tyre dhe në bazë të tij dëshiron t'i paguajë. Jezusi nuk bën klasifikime a rënditje. Pra, punëtorët e orës së parë mbetën të zhgënjyer,
sepse ata që punuan me pak morën të njëjtën pagë. Nuk arrim të shohim bukurinë e gjestit të zotërisë, i cili nuk ishte i padrejtë, por thjesht bujar. Nuk shikoi vetëm meritën, por edhe nevojën, sqaron Papa. Zoti dëshiron t'ua jap të gjithëve mbretërinë e tij, pra jetën e pilot, të amshuar dhe të lumtur, dhe kështu bën Jezusi me ne. Nuk bën klasifikime. Atij njeriu që jap zemrën, ja dhuron gjithë vetveten. E che ci raggiunga là dove lo stiamo aspettando. Il Signore è generoso e verrà presto. Përgjigja e Shën Augustinit. Shëmbëltyra mund ta shtyjë të krishterin të mendoj pse duhet të filloj të punoj menjëherë dhe për më tepër, duke qenë se shpërblimi është i njëjtë. Papa Leoni XIV atëherë kujton Shën Augustinin për të këshilluar të mos bijem në këtë ndim, citon Papa. Pse atëherë vonon të ndjekësh atë që të thërret, ndërsa je i sigurt për shpërblimin, por i pasigurt për ditën, kujdes të mos i heqësh vetës për shkak të shtyrjes tënde, atë që ai do të jap në bazë të premtimit të tij. Dinjiteti njerëzor duhet mbrojtur edhe në orën e fundit. Në përshëndetje drejtuar shtektarëve francez, Papa kujtoi më pas se bota e ka të vështirë të gjejë një vlerë për jetën njerëzore, edhe në orën e saj të fundit. Shpirti i Zotit, thot ai, ndriçoft mendjet tona në mënyrë që të dimë të mbrojmë dinjitetin e brendshëm të çdo njeriu. Papa i nxiti gjithashtu besimtarët polak të shikojnë shenjtorët dhe të lumturit për t'u përgjigjur thirrjes së Zotit. Ndërmjet tyre, shton ai, është i lumi Pier Giorgio Frassati, pajtor qiellor i takimit të rinjve në fushat e Lednicës. Mos uq kurajoni. Edhe në çastet e errta të jetës, thekson Papa Leoni për shtektarët arabisht folësit, Zoti vjen gjithmonë të na takojë me dashuri dhe shpresë. Së fundi italianët në atmosferën e përgatitjes për solemnitetin e rshajve i fton të jenë gjithmonë të bindur ndaj veprimit të Shpirtit Shenjtë, duke kërkuar dritën dhe forcën e tij. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, jemi pra me fjalët e Papës Leonit në audiencën e përgjithshme të mbajtur të mërkurën më 4 qershor 2025. Papa, feja katolike, shtyll e emigrantëve italian në Shtetet e Bashkuara. Duke përshëndetur anëtarët e Fondacionit Kombëtar Italo-Amerikan, aktiv në fushat arsimore dhe bamirëse ndërmjet dy vendeve, Papa Leoni XIV shprehu besimin se çdo familje do të vazhdojë të ruajë trashëgiminë e pasur shpirtërore dhe kulturore të paraardhësve. Italinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bashkojnë histori të panumërta migrimi. Kush largohej në kërkim të një ardhmërie të begatë, shpesh gjeti në fenë katolike me tiparet tipike italiane të devotshmërisë popullore e të devocionit, një gur shprese, edhe në kohë të vështira. Një shikim në të kaluaren dhe një në të tashmen, me këtë frym Papa Leoni XIV mirëpriti më 4 qershor në sallën e vogël të sallës Pali 6, antarët e Këshillit të Administratës së Fondacionit Kombëtar Italo-Amerikan me rastin e 50 vjetorit të themelimit. Përshëndetja e tij e shqiptuar anglisht ishte vlerësim për angazhimin e gjatë të organizatës me seli në Washington DC, për nxitjen e lidhjeve kulturore dhe bamirëse ndërmjet dy vendeve. Siç e dini mirë, 10 miliona Amerikan shpallin me krenari trashëgiminë e tyre italiane, edhe pse paraardhësit e tyre erdhën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kohë më parë.
Kërkoj ndjes që ju lash të prisni. Jam i lumtur që ju takoj. E kërkoj ndjes që ju lash të prisni. E nisi Papa Leoni XIV bisedën me miqt. Sistemi planifikimi të Vatikanit parashikon 4 audienca në të njëjtën kohë. Në këtë mënyrë, për fat të keq, ju detyrua të më prisni mua, e Joana Sjelltas shtoi. Pastaj kujtoi se si pas përshëndetjes dhe takimit individual me secilin antar të delegacionit, e priste audienca e përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit. Sale desde muy temprano a buscar a los obreros personalmente, mirando su necesidad más que su posible rendimiento, incluso a la última hora, a pesar de nuestra fragilidad. Este amo está dispuesto a ofrecernos como paga una vida plena, que es prenda de su reino. Shpresa për një të ardhme të begat. Papa Leoni XIV foli më pas për veprimtaritë e shumta të Këshillit të Administratës së Fondacionit Kombëtar Italo-Amerikan nga nxitja e zhvillimit të kulturës dhe historisë italiane ndërmjet të rinjve, deri te dhënia e bursave dhe mbështetja e veprimtarive bamirëse në Itali dhe në Shtetet e Bashkuara, duke kontribuar kështu në ruajtjen e një lidhjeje konkrete dhe reciprokisht të dobishme ndërmjet dy kombeve. Sipas Papës Prevost, Bashkësia Italiane e Emigrantëve karakterizohej mbi të gjitha nga feja e fortë katolike, ushqehej nga tradita dhe ishte e aftë i bënte ballë çrrënjosjes kulturore dhe sociale. Citon Papa, kjo fe i mbështeti në kohë të vështira, edhe kur patën arritur me ndjenja shprese për një të ardhme të begatë në vendin e tyre të ri. Ruajtja e trashëgimisë shpirtërore. Sjellja kjo që Papa e krahasoi me ndjenjën e pritjes shprehur në bulën e jubileut, shpresa nuk të zhgënjen. Letra drejtuar romakëve, kapitulli 5, rreshti 5, shpresa e parë si dëshirë dhe pritje për të mirën, edhe pa e ditur se çfarë do të sjellë nesërmja. Në një epokë të përshkruar nga shumë sfida, Leoni XIV shpreson se qëndrimi në Rom, qyteti varreve të apostujve, Pjetër dhe Pal, si dhe i shumë shenjtorëve që e forcuan kishën në periudha të vështira të historisë, do të ripërtrijë tek të pranishmit ndjenjen e shpresës dhe besimin në të ardhmen. Lutem që secili prej jush dhe familjet tuaja të ruajnë gjithmonë trashëgiminë e pasur shpirtërore dhe kulturore, trashëguar nga ata që ju paraprin. Bekimi është shkruar në latinisht, përfundoi Papa Leoni XIV, duke dhënë bekimin apostolik në përfundim të audiencës, por mendoj se mund ta bëjmë në anglisht. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, pra jemi në fjalimin e Papës në audiencën e përgjithshme dhe para se të përmbyllim këtë fjalim të Papës, po ndaj me ju edhe një jetin e lutjes së Papës për muajin qershor. Papa të mësojmë nga zemra e Krishtit dhe mshurinë për botën. Në muajin e qershorit që tradicionalisht i kushtohet zemrës së Krishtit, Papa i fton besimtarët të luten që secili të gjejnë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezusin dhe të mësojnë nga zemra e tij dhe mshurinë për botën. Leoni XIV e paraqet për herë të parë me zërin e tij një jetin e lutjes në videon e Papës. U paraqit sot videoja me ndjetin e lutjes së Papës Leoni XIV për qershorin 2025. Të lutemi që të rritemi në dëmshuri për botën. Kjo është hera e parë që zëri i Leonit XIV regjistrohet për videon e Papës me të cilën Ati i Shenjtë kërkon besimtarëve të luten për ndjetet e tij. Këtë muaj, ai kërkon lutje që secili prej nesh të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezusin dhe të mësojë nga zemra e tij dëmshurinë për botën. Videoja përmban një lutje të pabotuar drejtuar zemrës së Krishtit, me të cilën i kërkojmë Birit të Zotit të na ndihmojë ta njohim më mirë, të rrimë me të mësojmë nga dashuria e tij. I lutemi të na transformojë në mënyrën që ai të jetë në qendër të çdo rrethane të jetës së përditshme,
si edhe të na dërgojë në mision dhe mshurie për t'i quar botës ngushëllimin e tij. Pamjet që shoqërojnë këtë lutje janë filmuar në kishën e Jezusit në Rom, ku ndodhet piktura e famshme e zemrës së Krishtit me autor Pompeo Batoni, restaurimi i së cilës do të përfundoj këtë muaj, dhe në shetrorën kombëtare të zemrës së Krishtit në Makati të Filipineve, destinacioni për shpirtërisë popullore për gjithë kryedioqezën e Manilës. Simboli i dashurisë së Zotit. Tradicionalisht, kisha ja kushton gjithë muajin qershor zemrës së Krishtit, duke i ftuar besimtarët ta bëjnë të tyrin vizionin e Krishtit për njerëzimin dhe të veprojnë me ndjenjat e zemrës së tij, sidomos për të lehtësuar vuajtjet e më të brishtëve. Zemra e Krishtit simbolizon qendrën e personit të tij, burim nga i cili rrjedh dashuria e tij për njerëzimin. Është misteri i zemrës së Zotit që preket dhe derë dashurinë e tij mbi të gjithë gratë e burrat e botës të gjitha kohrave. Megjithse përkushtimi ndaj zemrës së Krishtit ka qenë gjithmonë i pranishëm në përshpirtërinë e krishter, ai mori një shtysë të re me dukjet e Jezusit për Shën Margaritën Maria Alacoque dhe me interpretimin e tyre nga Shën Claude de la Colombiere, Jezusit në shekullin e 17. Papa Piu IX themeloi festën e zemrës së Krishtit në vitin 1856. Më vonë, Leoni XIII e përforcoi rëndësinë e saj, duke e ngritur në rangun e solemnitetit në vitin 1889. 4 enciklika. Një dëshmi e qartë për rëndësinë e zemrës së Krishtit në jetën e kishës është përkushtimi i gjithë popullit të Zotit ndaj saj, si dhe fakti se 4 papë i kanë kushtuar një enciklik. Leoni XIII, nga i cili e mori emrin papa aktual, shkroi Annum Sacrum në vitin 1899, në të ai ia kushtoi gjithë njerëzimin zemrës së Krishtit. Në vitin 1928, Papa Piu XI në enciklikën Miserentissimum Redemptor na ftoi t'i shërojmë me gjese dashurie plagët e shkaktuara zemrës së Krishtit nga mëkatet tona. Piu XII në vitin 1956 botoi Haureitis Aquas, në cilin reflektoi mbi bazën teologjike të përkushtimit ndaj zemrës së Krishtit, e së fundi, Papa Francesku në vitin 2024 shkroi enciklikën Dilexit Nos dhe propozoi përkushtimin ndaj zemrës së Krishtit si përgjigje ndaj kulturës së hedhurinave dhe indiferencës. Njejti i lutjes së Papës Leonit XIV përqendrohet në shtimin e dëmshurisë për botën përmes marrëdhënieve personale me Jezu Krishtin. Vetëm kështu zemrat tona përputhen gjithnjë më shumë me të tijën. Ne jetojmë në dashuri dhe mëshirë dhe mësojmë më mirë se ç'është dëmshuria. Jezusi tregoi dashuri pa kushte për të gjithë, veçanërisht për të varfrit, të sëmurët dhe të vuajturit. Papa na inkurajon ta imitojmë këtë dashuri të dëmshur, duke e shtrirë dorën njerëzore në vështirësi. Dëmshuria i lehtëson vuajtjet dhe u jep njerëzve dinjitet, nëse shndrohet në veprime konkrete për të çrrënjosur varfrinë, pabarazinë dhe përjashtimin, duke kontribuar në ndërtimin e një bote më të drejtë dhe solidare. Tani po japim tekstin e plotë të lutjes së Papës. Të lutemi që secili prej nesh të gjejë ngushëllim në marrëdhëniet personale me Jezu Krishtin dhe të mësojnë nga zemra e tij dëmshurinë për botën. Leoni XIV. O Zot, sot vi të zemra jote e butë. Tek ti që ke fjalë të cilat më përflakin zemrën, tek ti që derdh dëmshuri mbi të vegjëlit dhe të varfrit, mbi të vuajturit dhe mbi të gjitha mjerimet njerëzore. Dua të njoh më mirë, të kundroj në Ungjil, të jem me ty dhe të mësoj prej teje, dhe prej bamirësisë me të cilën lejove të prekësh nga çdo formë varfrie. Na dëshmove dashurinë e Atit duke na dashur pa mas, me zemrën tënde, hynore dhe njerëzore. Jepu të gjithë bijve të tu hirin e takimit me ty. Ndryshoj, palëzmoj dhe transformoj planet tona, që të kërkojmë vetëm ty në çdo rrethan, në lutje, në punë, në takime dhe në rutinën tonë të përditshme. Nga ky takim, na dërgon në mision, në një mision dëmshurie për botën.
ku ti je burimi nga i cili rrjedh çdo ngushëllim. Sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kaq kishim për këtë edicion të Papës në audiencën e përgjithshme. Përmes fjalëve të Papës Leonit të 14, u nxitëm të reflektojmë mbi drejtësinë sociale, thirrjen personale ndaj Zotit dhe nevojën për të ndërtuar jetën mbi dashurinë dhe mshurinë dhe trashëgiminë shpirtërore që kemi marrë. E Papa na kujtoi se ekonomia nuk duhet të shtypë njeriu, por t'i shërbejë atij. Na ftoi të mos vonohemi në përgjigjen tonë ndaj thirrjes së Zotit dhe të lutemi thellë në marrëdhënien tonë me Jezusin, posaçërisht në këtë muaj të shenjtë të qershorit kushtuar zemrës së Tij. Ju falenderojmë që qëndruat me ne në këtë takim shpirtëror deri në emisionin e radhës të audiencës së përgjithshme të Papës. Ju urojmë paqe në zemrat tuaja dhe që fjala e Zotit të jetë dritë për çdo hap të jetës suaj. Kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,